Ajo që unë kam vënë re, domethënë, nëse do të themi si shkaqe kryesore, është parë ngutja në martesë, është parë mos përshtatshmëria në martesë, është parë domethënë gruaja ndonjëherë do të bëjë rolin e burrit ose burri ndonjëherë e humb rolin e vet në familje, është parë fatkeqësisht dhuna, ushtrimit i dhunës, është parë presioni i familjes së djalit, domethënë ata duan të implementojnë ca gjëra të vetat që ata i kanë ndërmend, ndërkohë që çifti është për mrekulli, është duke bërë një jetë mrekullueshme, fillojnë dhe imponohen, fillojnë dhe duan të vënë ca obligime, ca detyrime, dhe kjo ka çuar, domethënë, thash më duket e përmenda ushtrimi i dhunës, domethënë e gjen njeriu shumë të sjellshëm, shumë komunikueshëm, ndërkohë që unë habitem për shembull kur vjen të ankohet dikush thotë ushtron dhunë, çudi e madhe. Mund të jetë njëri me potencial në shoqëri, mund të jetë njëri që mund të ketë poste në shoqëri, ndërkohë që kur habitesh, kur lexon jetën e tij apo shkakun e divorcit, gjen ushtrimin e dhunës. Domethënë vetëm flas është diçka e paimagjinueshme, domethënë sepse nuk ka asnjë lloj sensi, domethënë. Nuk është zgjidhje pra si gjë. Normalisht. Le të jemi pak të hapur, domethënë për shkaqeve që çojnë në divorc është edhe ka të shkaqe ekonomike, domethënë mos përmbushja e nevojave familjare, shkon deri në situatë që s'ka zgjidhje tjetër vetëm se divorcin. Prej shkaqeve që çojnë në divorc është mos përmbushja e nevojave të shtratit, nëse do të themi kështu në mënyrë alegorike. Domethënë mos përmbushja e nevojave të shtratit, unë mendoj se është një prej shkaqeve më madhore sot. Sidomos kur të divorcit. Meshkujt përgjithësi janë shumë të frustruar nga rruga, nga ambienti publik, pra kemi lakuriqësi, kemi një flirtim, ndoshta nuk guxon të blesh bukë te dyqani se bie përballë situate të habitshme. Domethënë subhanallahu, mua më kujtohet një këshill profetike në një rast kur tha, nëse shet dikush diçka, pra ideja e të parit nuk është e çudi e madhe që po na ndodh neve sot në këtë kohë. Profeti e ka dhënë parashikimin. Thotë nëse dikush shet diçka që e mahnit, ta le të shkojë tek bashkëshortja e tij. Sepse do të gjejë atë që dëshiron. Pra, ai njeri që si më thënë, e sheh familjen si gjë e më e rëndësishme që duhet të ruajtur, e mban veten e tij. Mund të jetë, nuk e di, domethënë, lodhja e tepërt, mund të jetë kjo që ju përmendët, mund të jetë, nuk e di, ushqimi i keq, mund të jetë harxhimi i kohës në gjëra të padobishme, mirë po rezulton në më të shumtë edhe madje edhe tradhtia bashkëshortore, shkakun kryesor këtë ka, domethënë mos përmbushja e nevojave. Për këtë arsye, për gjërave të bukura që thotë Islami, është e mallkuar e femër që e fton bashkëshorti në shtrat dhe ajo nuk i përgjigjet, e mallkojnë me laiket derisa të fitojë kënaqësinë e bashkëshortit të saj. Ose kemi edhe të kundërtën. Sepse një situatë e vazhdueshme. Kemi edhe të kundërtën që burri duhet të përgjigjet. Në Islam thuhet, femra është e drejtë e saj që të kërkojë divorcin, nëse burri nuk i përmbush asaj nevojat e shtratit. Pra, është parë kjo si pikë shumë e rëndësishme, edhe më të vërtetë. Domethënë, në përgjithësi me rastet që kemi parë, unë e di që jeta bashkëshortore ka sfida brenda, ka hallë dhe sikleta, sidomos flas në shoqërinë shqiptare. Pasi domethënë njerëzit standardin e jetesës nuk e kanë aty ku duhet dhe ka vështirësi dhe gjëra. Unë kam parë domethënë se në momentin që është dashuria, në momentin që është jeta e shtratit, jeta e natës, është rregull, shumë gjëra mbulohen, shumë gjëra sikurse ekzistojnë. Dhe në momentin që ajo nuk është e rregullt, shumë gjëra zbulohen dhe shumë gjëra analizohen, zmadhohen dhe egzagerohen. Kështu që domethënë shkurtë sapi. Po jo, ti je një besimtar i mirë, domethënë kujdesesh për bashkëshortën tënde, ti jetë bashkëshorti një besimtar i mirë dhe ti japi hakun burrit të saj, nuk do të kemi probleme të tilla. Dhe un kam vënë re gjithashtu se divorci në rrethin e besimtarëve është më i ngushtë, pra shumë i vogël numri, megjithse fatkeqësisht ka edhe ajo ka, si më thënë, ka edhe ajo shkallën e vet të rritjes që nuk është as pak gjë e mirë, domethënë sepse ne e dimë shumë mirë, në një nga thëniet islame thuhet halali më i urryer tek Zoti është divorci. Domethënë, si më thënë, limiti i fundit është divorci. Për këtë arsye në Islam këshillohet për pajtim, për këtë arsye në Islam këshillohet për marrëveshje, në mënyrë që asnjëherë mos shkojë puna deri në
deri në divorc.